Një 13 vjeçar nga Fushë Kosova Dyshoce është dhënuar nga një 17 vjeçar. Ngjarja e Dyshoce ka nisur përmes komunikimit në TikTok, ku i mituri ishte kontaktuar më parë nga i dyshuari, ndërsa akti Dyshoce ka ndodhur në Ferizaj. Autori ende nuk është gjetur dhe policia ka njoftuar se po punon për ta zbuluar dhe për të përcaktuar vendodhjen e tij. Komunikimin me to e bënte përmes rrjetit social TikTok. Nga njohja virtuale shkoi gjatë deri tek takimi mes dy të miturve, njëri nga Fushë Kosova e tjetri nga Ferizaj. Atje dyshohet se 17 vjeçari dhunoi seksualisht 13 vjeçarin nga Fushë Kosova. Të hënën nga shkolla policia u njoftua për rastin. Të hënën drejtoria e shkollës Këto në Fushë Kosovë ka telefonuar policinë në ndyshimet se njëri nga nxënësit është abuzuar seksualisht nga një person tjetër në Ferizaj. Nga këto nxënësi u shoqërua për në stacionin policor për deklarat. Krejt që ka ndodhi në Ferizaj rreth një javë më parë, ai e tregoi në prezencën e punonjësve social. Këta të fundit treguan hapat që janë ndërmarrë. Ne kemi asistuar në polici, së bashku me policinë, ka qenë edhe prindi palës dëmtuar, që është dhënuar, dhe pranë neve ka deklaruar që kjo vepër është kryer para një jave në komunë tjetër, nga një person i moshës 17 vjeçare, ndërkohë që ato kualifikimi i fundit ka rezultuar me një dhunim. Gjikolli thotë se momentalisht i mituri është pranë familjes. Nuk ka pas nevojë sepse ajo me vullnesëm është kthyer te shtëpia, edhe prindi e ka pranuar dhe kanë marrë, nuk ka pas nevojë për strehim. Me shkrim për hapat që janë ndërmarrë janë përgjigjur edhe nga prokuroria themelore. Prokurori i shtetit ka pranuar një informacion të tillë në lidhje me këtë çështje. Aktualisht çështja në fjalë është në fazën preliminare të grumbullimit të informacioneve dhe provave të tjera, të cilat do të shërbejnë për vijimin e procedurës së mëtejme hetimore. Kjo çështje penale i takon procedurës për të mitur, andaj kufizimi i informacioneve janë konfidenciale. Deri më tani, 13 vjeçari nuk i është nashtruar ekzaminimeve mjekësore, me që prindi nuk ka miratuar kërkesën. Në Fushë Kosovë, nxënësit e disa shkollave po ankon për kushte të vështira gjatë mësimit. Shumica e shkollave funksionojnë pa ngrohje për shkak të kaldajave jashtë funksionit. Nxënësit dhe mësimdhënësit po detyrohen të vishen me rroba më të trasha për të përballur me të ftoftin, ndërkohë Drejtoria e Arsimit fajin e shete neglizhenca e pushteteve të kaluara. Si që la, ashtu i gjeti. Nga dimri i kaluar, nxënësit e shkollës profesionale Hoxh Kadri Prishtina në Fushë Kosovë, veshje të trasha i kanë domosdoshmëri. Ngroja nuk funksionon, andaj edhe orët u shkurtuan. Por as kjo s'po lehtëson qëndrimin brenda objektit shkollor. Prej që ka fillu dimri, po do të mu vesh shumë trash se s'po kena nxemje. Prej që u bo ftoft, u konë 40 minuta, tash është 30. Madje këta u detyruan që të mbledhin para për një ngrose të vogël. Zakonisht për ftoftit na jena të nejt me kapele në klasë dhe është shumë ftoft. Kena murë mosa dhe të drejtori, po s'pje bullënqore. Kena murë mosa për me ble një nxemje, po... Puna në rrethana të tilla është mjaft e rëndë edhe sipas mësimdhënësve në këtë institucion arsimor. Ftoftin e kemi me prej momentit kur ka filluar pak kështu stina e dimrit. Kemi tentuar në mënyra të ndryshme të kontaktojmë me Kuvendin Komunal, po si duket koha zgjedhjeve s'janë morë fort me këtë punë. Pa kushtoj timin na me kohë kemi bën njoftimin, por që nga morsi është referuar njoftimi që kalldaja nuk bën. Ani pse drejtoria e shkollës ka dërguar ankesën në Inspektoratin e Arsimit që thuaj se një vit ende nuk është marrë asnjë mas. Drejtori sapo zgjedhur i arsimit në këtë komunë thotë se situata e njëjtë është në thuajse të gjitha shkollat e komunës, e kjo sipas tij ndodhi për shkak të neglizhencës. Po thuaj se të gjitha shkollat e Fushë Kosovës gati se të gjitha shkollat e Fushë Kosovës kanë problemin me nxemje. Ne kemi ditë që është keq gjendja, po jo që është kaq keq. Zeqiri tha se edhe organi shqyrtuesi i prokurimit nuk i dha përgjigje pozitive për të zgjidhur këtë problem. E kemi edhe një kontratë e cila nuk e ka kalu OSHP-n, pra në është kthy kontrata negative. Nuk e di pse planifikimi është bërë kaq vonë, po mendoj që kjo është
ky është problemi një keq menaxhimi të cilin po e gjejmë në komunën e Fushkosovës. Ne po mundojmë me gjitha forcat që sadopak ta sanojmë gjendjen. Të martën në shkollën profesionale në Fushkosovë të pranishëm ishin edhe inspektorët e Inspektoratit të Arsimit që erdhën për të identifikuar situatën aktuale me ngrohje atje. Probleme me ngrohjen janë raportuar dhe në shkollën Pandelis Sotiri në Obiliq, megjithatë rasti atje është pak më ndryshe. Punëtori përgjegjës për ngrohje nuk ka arritur t'i kryet detyrën e tij në kohë, pasi nuk i kishte dalë gjumi dhe si pasojë mësimi është ndërprerë. Për shkak të këtij incidenti, ndaj tij janë marrë masa disiplinore. Të hënën këto pajisje ishin jashtë funksionit. Punëtorit përgjegjës për lëshimin e ngrohjeve nuk i doli gjumi e s'doli në punë dhe për pasojë mësimi në shkollën Pandelis Sotiri në Obiliq u ndërprej. Jo zyrtarisht, televizioni merr vesh se ai është ofër të dyzetave dhe është në gjendje jo të mirë sociale. Ai tashmë është transferuar në një shkollë tjetër dhe ndaj tij janë marrë edhe masa disiplinore. Se çka saktësisht nuk treguan nga shkolla, megjithatë, nxënësit po ankohen se problemet me ngrohje i kanë të kamotshme. Zakonisht nuk ka shumë probleme, po çit vitin e fundit ka pak, apo veç dje kena pas si problem shaktar. Çit vit ka filluar me pas probleme me punëtor, po shoku i nxënësve ka pas probleme, se kështu ju. Por drejtori i këtij institucioni arsimor tregon se tashmë është rikthyer ngrohja dhe ka një kërkimfalje për prindërit. Sot ngrohja është normale, është arë punëtori në vendin e punës, po jo punëtori i cili ka qenë paraprakisht. Kërkojnë ndjes edhe nga prindit, edhe nga nxënësit, edhe nga gjithë mësimdhënësit, që për shkak se punëtori i cili është angazhuar për nxemje, nuk ka qenë prezent. Kjo situatë sipas Nezirit ka ndodhur për herë të parë. Është vërtet që kena pas ndoshta pengesa të nxemja, po përgjithsisht se ditën e djeshme nuk ka ndodhur. Qeverisja e re lokale në komunën e Obiliqit shprehet se të gjitha shkollat kanë probleme me sistemin e ngrohjes. Për këtë, ata hedhin përgjegjësinë mbi pushtetin e kaluar. Problemi kryesor lidhet me mungesën e investimeve të vazhdueshme në sistemet e ngrohjes gjatë 5 viteve të fundit. Përjashtim bën vetëm shkolla në Lejthisht, ku është bërë ndërrimi kaldajes. Gjithashtu shumica shkollave funksionojnë me sistem ngrohje me ujë, i cili është i vjetërsuar dhe jo gjithmonë funksional në kushte të ulta temperaturash. Për mirësimin e kësaj gjendje, këta e konsiderojnë prioritet, por nga qeverisja e kaluar kanë tjetër version. Furnizim me lanë djegë dhe janë të gjitha shkollat edhe me thëngjyll dhe me dru, po ashtu dhe me peletë dhe disa që furnizohen me energjinë elektrike. Se çka është duke qeverisja aktuale është problemi tyne, ata duhet me qenë transparent me juve dhe me qytetarët pse nuk kanë dhënë. Asnjëherë s'ka qenë shqetësuese furnizimi me lanë të djegëse. Hashani po e hedh përgjegjësinë tek qeverisja e re lokale, duke thënë se nuk i kishin këto të lashe gjatë mandatit. Mbesim me informacione nga komuna e Obiliqit. Në fshatin Plemetin, 6 persona, për të cilëve 5 të mitur u arrestuan të hënën në mbrëmje në ndyshimin për dëmtim të varrezave. Sipas organeve të sigurisë, të dyshuarit i përkasin komunitetit rom. Rruga Llapi në fshatin Plemetin të Obiliqit të shtunën u vizituan nga 6 persona. E këta 5 prej të cilëve janë të mitur shfrytzuan këtë rrugtim për t'i dëmtuar varrezat e fshatit. Për rastin njoftuan nga policia e Kosovës, të cilët menjëherë identifikuan të dyshuarit. Mbrëm nga një siti i hetimeve të stacionit të Obiliqit janë arrestuar 6 persona të dyshuar për veprën dëmtim i varrezave apo kufumave. Rasti ka ndodhur me datën 13 dhjetor 2025 në Plemetin të Obiliqit. Puna e hetuesve policor ka rezultuar me identifikimin dhe arrestimin e 6 personave të dyshuar, për të cilët ekziston dyshimi i arsyeshëm se të njëjtit kanë qenë të përfshirë në rast. Të dyshuarit të cilët i takojnë komunitetit rom, siç mëson televizioni, këtë vepër penale kishin kryer edhe më parë. Prandaj ata u dërguan në mbajtje. Pas arrestimit, 6 të dyshuarit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Gjërsa banorët e fshatit nuk pranuan të deklarohen para kamerës rreth dëmtimit të varrezave.
Ndërkohë një mjek në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Fushë Kosovë u kërcënua me jetën nga një qytetar i cili tha se do t'i shkrepte 15 plumba. Me vendim të prokurorit rasti po trajtohet në procedurë të rregullt, ndërsa sindikatat e mjekëve bëjnë të ditur se raste të tilla ndodhin shpesh. Pati nevojë për njërin prej këtyre shërbimeve mjekësore, e kur kërkoi trajtim përmes linjës emergjente në qendrën e mjekësisë familjare të Fushë Kosovës, kërcënoi mjekun. Qytetari ka nosi Mantel Bardhin duke i thënë se do t'ia shkrep 15 plumba mbrëmjen e 14 vjetorit. Të dielën mbrëmë një qytetar ka kërcënuar me jetë njërin nga mjekët e qendrës kryesore të mjekësisë familjare këtu në Fushë Kosovë. Me vendim të prokurorit rasti po trajtohet në procedurë të rregullt. Ky rast gjatë këtij viti është i vetmi që u raportua, ndonse nuk kanë statistikat e video mirë nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë thotë se mjekët po kanosën shpesh. Që menaxhmenti duhet ta merr pak me seriozitet këtë çështje, sepse me të urrejnë punëtor brenda vendit punës, një zyrtar brenda vendit punës është një përgjegjësi edhe institucionale, përveç që është përgjegjësi morale, është edhe institucionale, sepse nuk ka sigurim të mjaftueshëm. Ndodh shpesh për shembull ndodhen që më thotë. I miri deklaron që ka nevojë për vedisim të qytetarëve. Konsideroj që edhe menaxhmentet duhet që takime sa më shumë të mojnë me qytetarë, me vedisu qytetarin, me ditë që duhet edhe me prit, nuk duhet me ngulfat punëtorë shëndetësor, mos mi u bë presion sepse edhe nuk mund të jetë suksesi i dëshirueshëm pastaj nëse personeli në vazhdimsi e bën punën nën presion. Nga Oda e mjekëve të Kosovës nuk i kthyen përgjigje televizionit për rastet e lajmëruara të kanosjeve ndaj mjekëve. Statistika nuk dërguan as nga policia gjatë së martës. Në themelore në Prishtinës të martën është mbajtur fjala përfundimtare në rastin ku Slađan Trajković akuzohet për krime lufte. Ai akuzohet se në prill të 1999-s ka marrë pjesë në vrasjen e familjes Ujkani në Vushtri. Prokurori i rastit kërkoi që i akuzuarit të shpallet fajtor dhe të dënohet në përputhje me ligjin. Para se ti deponoj zyrtarisht, po ja hedh shikimin e fundit. Të martën kryetari i trupit gjykues nga Dhëniem Ardhni pranoi fjalët përfundimtare të prokurorës në gjykimin ndaj serbit të akuzuar për krime lufte Slađan Trajković. E ky fundit që erdhi i prangosur e në sallë kishte familjar, po i dëgjonte me vëmendje krejt akuzat e Florie Salihu Shamollit, të cilat ishin mjaft të rënda. Me datën 6 prill, 6 april, mori pjesë në vrasje, gjithsesht në vdekjen e familjes Ujkani, porodice Ujkani. Ku në këtë vdekje ishin gjithsej 9 anëtar të familjes Ujkani, pasi të njëjtit u kallën, u dozën për së gjallë në shtëpinë e tyre, pikërisht në marrjen pjesë edhe ta të akuzurit Slađan Trajković. Vetëm 8 ditë më vonë Trajković kishte shkuar në fshatin Budakov të komunës së Vushtrisë. Edhe aty, veti dyti, kreu vrasjen e Hysen Gashit në sy të djalit të tij vetëm 12 vjeçar. Dhe njeri në baka për dore, dhe njeri shtën me armë automatike në viktimën, nga plaga të merë, vdes Hysen Gashi. Këtë në gjare, kush e pa? E pa djali ti, i cili në atë mosh ishte vetëm 12 vjeçar. Teksa elaboron të dëshmitë të dëshmitarëve në këtë procedurë penale, Salihu Shamolli tregoi që edhe në majin e atij viti Trajković mori pjesë në dëbimin dhe keqtrajtimin e rreth 40.000 personave. Si që quajtë në ata në gjuhën popullore, është oni nazvali na her me kroqe, her me armë, her me këmë, poni ka shtatë, poni ka të oruqin, që ta koga susreli. Në fund prokuroria kërkoi që mbi bazën e gjithë asaj që tha në fjalën përfundimtare, Trajković të dënohet sipas ligjit. Ndërkaq me kërkesë të mbrojtjes së të akuzuarit Trajković, fjala përfundimtare për mbrojtjen do të vazhdojë në një seancë tjetër. Prandaj lus për shtyje. E seanca për fjalët përfundimtare të mbrojtjes së Trajkovićit u caktua të mbahet me 22 dhjetor.
Kryetari dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër, Bedri Hamzaj, ka vizituar ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në paraburgimin e gjykatës speciale në Hag. Hamza tha se i gjeti me shëndet dhe plot entuziazëm dhe se u premtoi se do t'i gëzoj më 28 dhjetor. Sipas i procesi gjyqësor po shkon drejt fundit dhe se pret që të jetë i drejtë. Si qytetar i Kosovës, si mik, si kryetar i PDK-s dhe kandidat për kryeministër, i ndje personalisht këto padrejtësi. Ky proces tani po shkon drejt fundit dhe presim që fundi të jetë i drejtë. Zvarritjet nuk i shërbejnë as kujt, as drejtësisë, as Kosovës dhe as bashkësisë ndërkombëtare. Kosova po i pret bijtë e saj me krenari. Liria ka emrat e tyre dhe ata po rikthehen në shtëpi, shkroi Bedri Hamza në Facebook. Presidentja Vjosa Osmani nesër do të marrë pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor në Bruksel. Kështu ka njoftuar këshilltari për media i presidentës Bekim Kupina. Me ftesë të institucioneve të BE-s, presidentja Osmani do ta përfaqësojë Kosovën në samitin BE Ballkan Perëndimor, ka thënë ai. Samiti do të kryesohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, ndërsa në të do të marrin pjesë edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas. Sipas BE-s, samiti shërben për të rikonfirmuar marrëdhëniet strategjike mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor edhe për të nxjerrë përfitime për qytetarët. Në përfundim do të miratohet deklarata e samitit BE Ballkan Perëndimor. Një ditë para nisjes zyrtare të fushatës për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kuvend të Kosovës, dy parti politike këtë martë kanë mbajtur tubime të mëdha me qytetarët në kryeqytet. Nga ora 18, Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar listën me 110 kandidatët për deputet që do të garojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ndërsa nga ora 19, lëvizja vetëvendosje me partnerët e saj të koalicionit parazgjedhor ka mbajtur tubim me qytetarët në sallën 1 tetori në Prishtinë. E të mërkurën nga ora 18, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka njoftuar se do të hapë fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit tek Pallati i Rinisë në Prishtinë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti sot mbledhjen e radhës ku mori një vendim të rëndësishëm për personat me aftësi të kufizuara. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, qytetarët mbi 80 vjeç me të drejtë vote, të cilët aplikojnë për të votuar përmes ekipeve mobile në ditën e zgjedhjeve, nuk kanë nevojë të paraqesin certifikat të paaftësisë ose diagnozë mjekësore. Po, prandaj një ditë para hapjes zyrtare të fushatës, anëtarët e KQZ-s u mbledhen sërish. Ndër pikat e para të rendit të ditës u marrë vendim për akreditimin e grupit të parë me 283 vëzhgues për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të cilat do të bëhen me 28 dhjetor. Një pikë tjetër e rendit të ditës ishte edhe një rekomandim që i prek rreth 100.000 qytetarë me drejtë vote. Është dhënë një rekomandim që personat të cilët i kanë më shumë se 75 vjet, gjatë aplikimit për regjistrim për votim nga shtëpitë e tyre, të mos obligohen të bashkangjesin dokumente shëndetësore për statusin e tyre për të arsyetuar pse po dojnë të votojnë nga shtëpia. Në lidhje me këtë rekomandim, janë bërë analiza nga zyra për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike në KQZ. Rrethon lehtësuese është për ta gjithë përfshirja në procesin zgjedhor, po është edhe aspekti që e bën vështirë në rast se kemi numër të madh të aplikimit. Me këtë ndryshim, u pajtua dhe antari i lëvizjes vetëvendosje në këtë institucion. Unë mendoj që nuk ka në gjë të keqe anashkalimi i rregullorës, në mënyrë që të sigurohet gjithë përfshirja e qytetarëve, po pa i anashkaluar në asnjë rast të drejta dhe obligimet që kanë si institucioni ashtu dhe qytetarët kur realizojnë të drejtën e tyre në këtë rast të votës. Sipas të dhënave nga lista votuese e certifikuar nga KQZ, numri i qytetarëve me të drejtë vote mbi moshën 80 vjeç është 48.977 votues.
Para fillimit të fushatës zgjedhore, Agjencia për Informim dhe Privatësi u ka bërë thirrje partive politike që të ruajnë të dhënat personale të qytetarëve. Agjencia ka kërkuar nga partitë që të mos përdorin të dhënat e kontaktit të qytetarëve, të mbledhura gjatë ushtrimit të funksioneve publike, të mbajtura nga institucionet dhe të respektojnë të drejtën e tyre për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave të tyre. Nga agjencia kanë renditur obligimet që kanë partitë mes tyre të sigurohet që përpunimi të dhënave personale të kryhet mbi bazën ligjore të përpunimit. Në mbrojtje të qytetarëve ka dalë edhe një institucion tjetër. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës u ka bërë thirrje bizneseve që gjatë festave të fundvitit të mos i rrisin çmimet në mënyrë të pajustifikuar. Ky institucion paralajmëroi se do të monitorojë çdo ditë lëvizjet e çmimeve dhe se nuk do të mungojnë veprimet ligjore ndaj shkelësve. Është fundi i vitit dhe si rëndom rritet edhe kërkesa nëpër markete. Lokalet kryesisht që shisin produkte ushqimore mbushen me konsumator veçanërisht në periudhën e dhjetorit. Krahas kësaj, shpesh janë vërejtur edhe çmime më të shtrenjta. Për këtë çështje, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës ka bërë thirrje për ndalim të çdo rritje të pajustifikuar të tyre gjatë kësaj periudhe. Çdo marrëveshje, bashkërendim apo veprim i njëanshëm ndërmjet bizneseve që ka për qëllim ose efekt rritjen artificiale të çmimeve, ndarjen e tregut, kufizimin e konkurrencës apo abuzimin me pozitën e përbashkët dominuese, përbën shkelje të rëndë të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe është subjekt i sanksioneve ligjore. Çmimet e shtrenjta të produkteve po i vërejnë konsumatorët. Po tash për neve për shembull, po ja dalim disi se i kemë rrugat që adin që po mujmë përballu. Po në bazë tjerve, familjes për shembull, do që janë rrugat më të vogla, po ja dalim pak më me vështirësi. Por ka edhe prej tyre që thonë se janë të arsyeshme. Fluksin e njerëzve dhe rritjen e çmimeve, për momentin janë liru çmimet, për momentin janë që tash nuk janë të larta, po më vonë nuk e di. Çdo herë ka ndodhur që para vitit të ri janë liru, po mas vitit të ri janë shtrejtuar. Derisa një market në Prishtinë thotë se pikërisht koha e festave është periudha kur çmimet janë me aksion. Festat e fundvitit, domethënë këtu te neve, ka zakonisht ka zbritje, goxha zbritje të mëdha, frekuenton edhe diaspora, nuk është diçka që bëhet vetëm për festat e fundvitit, por bëhet gjithmonë. Nga fillimi i muajit dhjetor dhe deri në fund të këtij viti, të gjithë inspektorët e Autoritetit të Konkurrencës do të jenë çdo ditë në terren duke monitoruar me kujdes dhe në mënyrë të vazhdueshme lëvizjet dhe rritjet e çmimeve në treg. Kosova ka nisur ankandin e parë për energji me erë. Në ceremoninë zyrtare të lansimit të kërkesës për propozime u bë e ditur se ankandi pritet të nxjisë prodhimin vendor të energjisë, të ulë varësinë nga importi dhe të sigurojë çmime më të përballueshme përmes konkurrencës. Rreth 17% e territorit të Kosovës ka erëra të qëndrueshme me mbi 6 metra për sekond. E kjo i bën kushtet optimale për shfrytëzimin e prodhimit të energjisë së ripërtritshme. Kështu tha të martën nga Ministrja në Detyrë e Ekonomisë Artana Rizvanolli, kur lancoi kërkesën për propozime për ankandin e parë konkurrues për energji me erë deri në 100 megawatt. Ky ankand do të thotë më shumë prodhim vendor, më pak varësi nga importi dhe çmimi i energjisë më i përballueshëm që rrjedh nga konkurenca e drejtë në mes të kompanive që tashmë janë kualifikuar. Sot me publikimin e kërkesës për propozime, çojmë përpara dhe ankandin e parë të erës, një proces konkurrues për kapacitet të synuar deri në 100 megawatt, me skemë mbështetëse 15 vjeçare. E ngarkuari me punë në ambasadën gjermane në Prishtinë, Christian Butcher, theksoi se ky ankand do të ketë kontribut të madh në investimet vendore. Strategjia energjetike e Kosovës përcakton objektive ambicioze për rritjen e pjesëmarrjes së burimeve të ripërtërishme deri në vitin 2031 dhe energjia e erës dhe ajo diellore do të luajnë rol qendror në arritjen e këtyre objektiveve. Ankandi i erës i lancuar sot, së bashku me një tender të dytë të planifikuar, do të jap një kontribut të konsiderueshëm në këto qëllime dhe do të ndihmojë në mobilizimin e investimeve të mëdha private në vend. Ky projekt i energjisë me erë është ndër projektet më të mëdha infrastrukturore në vend, sipas përfaqësuesit të Korporatës Ndërkombëtare të Financave për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, Visar Perani. Është ndër projektet që kanë zhvilluar më shpejt dhe më së miri.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim një lajm të mirë nga shëndetësia. Tashi tutje qytetarët që diagnostikohen me sëmundjen e tumorit mund ta identifikojnë më herët përmes teknologjisë moderne që posedon Spitali Amerikan në Kosovë, i vetmi certifikuar për trajtimin e këtyre procedurave. Për të mësuar më shumë rreth përparësive të kësaj metode, ndjekim historien në vazhdim. Është një ndër sëmundjet më të rrezikshme. Tumori shfaqet kur qelizat e trupit i nënshtrohen një rritje të pakontrolluar. Mirë po identifikimi i tij në stadie fillestare tash mundsohet përmes zhvillimit të teknologjisë. Këto pajisje i posedon edhe Spitali Amerikan ku shefi i kirurgjisë Sabri Tamva tregon për përparësitë e kësaj procedure. Spitali Amerikan është i vetmi spital që është i certifikuar në Kosovë dhe në Shqipëri për trajtimin e këtyre procedurave, fal trajtimit dhe specializimit të stafit të spitalit. Tamva sqaron edhe se si konsistoi kryen ndërhyrja që sipas tij është më e pranueshme për pacientët. Askush nuk don të nënshtrohet procedura kirurgjike ku dëmton strukturat anatomike për të realizuar procedurat, por përmes rrugëve endoskopike të largohen ndryshimet fillestare tumorale dhe të arrihet shërimi i plot, që nuk kupton pacienti mund të operohet, po jo me ndërhyrje nga jashtë, domethënë me rrugë natyrale, gjë e cila mundsohet përmes aparaturave të avancuara endokirurgjike që ne i posedojmë sot dhe fal aksesorëve dhe pajisjeve të cilat i kemi në Spitalin Amerikan, ne mund të realizojmë procedurat e tilla të largimit të tumoreve në stadiet fillestare. Por cilat janë procedurat? Secila procedurë e ka emërtimin e vet. Domethënë mjekët duhet të jenë të informuar, qoftë gastroenterologët që merren me endoskopi, qoftë kirurgët. E Tamva ka një thirrje që të ketë më shumë ekzaminime. Të bën sa më shumë ekzaminime endoskopike të njerëzit që janë të shëndetshëm, jo të pacientët. Me kaq po përmbyllim këtë edicion të lajmeve Fokus. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.